Jemi data 16 sot. 16/4 vitit 2015, mes qarqisë, të cilën qarqi me siguri se e duam të gjithë, për shkak historisë që e ka, edhe pse këtu në qytetin tonë të Shkupit, shumë herë janë mundu lloj qarqe me na habit edhe me na largu nga qarqia për një punë. Vetëm se me në largu nga historia e fejs tonë, por në fundit edhe nga historia e kombit tonë. Por aty 2-3 ditëve, 5 ditëve lexova një shkrim, një gazetari tuaj, ai kështu kishte thonë, domethënë atë punën e 2014 që e kanë bërë Maqedonët nga në tjetër e Vardari, por asë gjanë se kanë bërë, sepse nuk ju ka dasht, për po se me ahumb autoritetin dhe të mira që i ka qërshia e me në shpërngull në nga në tjetër. Kjo e para, e dita, kjo vend e ka historinë e vetë, në vitin 1392, në vitin 1392, 91 ka fundi, 91, 92, këtë vend e ka shliru sultani. Në atë kohë ka qenë Sultan Pajaziti, Allah e shpërblev dhe më qiroft. Pse Sultan Pajaziti? Sepse 3 vjet më herët, 1389, Sultan Murati e fiton luftën në fushë Kosovës dhe ati e vretej Miloš Kobilić, edhe pastaj e merr sultanatin ose e merr udhësinë e shtetit Osman, djali i tij Pajaziti, ose të ne i themi pak ma Shqip Pajaziti. Dhe në kohën ati është liru Shkupi. Në krije me Jigit Beun. Krije me Jigit, ose Jit, gjuhën Shqipe, ose në gjuhën Turke i thonë Jit, ma ati ju më shak gend, është të lezohë, por ne ta themin atë tonën Jigit Beun. Si do qoftë, ne jemi me një vend që e ka historinë e vetë, dhe seseli për nesh duhet nga pak ju shumica këtu jeni 3, mirë po historia asesi nuk ndryshohet edhe në qoftë se është kundra nesh ndonjëherë. Dhe nuk banë me pretendu me ndryshu në histori, se nuk është e lejuar edhe në aspektin fetar, por edhe ne si kombëtar nuk mundi me mbrojt interesat tona duke ndryshu diçka, por duhet me tregu ashtu si ka ndodhur, edhe ashtu si është. Mirë po, çka duhet me bëj? Duhet më shumë me punu. Ma shumë me studiu, ma shumë me mësu. A para kësaj, me dasht Allahun, pejgamberin alayhis salam, me respektu prindërit, me respektu më të vjetrit, me respektu dietarët, me shku më unë para dietarëve, qofshin hoxhallar dhe lloj dietar të lëmive të ndryshme, që me përfitu, sepse veç me filozofia, por edhe veç me forcë, pa dituri nuk shkon, ama edhe veç me dituri, pa forcë dhe pa sabër dhe pa durim nuk shkon. Dhe me thonë dituria, pa tjetër me pa sabrin edhe me pa sjelljen, ama edhe sjellja, i pa do si me latja. Mizët si shkentën e to, ama hiq, zdibe kur gjanë, am dhe lajzë di. Mi thonë, kush i ka formu Shqipnin se di. Mi thonë kriteritetin Shqipnis, kusha me ndonë që Dursi, se shpesh i vjen me shumë Dursi. Ndajti, shkona dhe kujtoj si Dursi. Si shembëll, të thonë, nuk mendoj që i ka kështu njerëz, por si shembëll se njeriu mundesh të me qenë shumë i sjellshëm, shumë djalë i mirë, ama hiç mos me ditë. Ama mundesh me qenë shumë i ditur, alim, ama pa hiç i sjellshëm. Asnjëra as tjetra s'ka hej, pa tjetër me qenë të dijat. Edhe dituri, edhe sjellje, ama edhe dituria dhe sjellje, çka kërkojnë? Kush e di këta? Për me qenë i ditur dhe me pas sjellje, çka duhet me pas? Sabër. A mundesh me mësu një fatë që përmend Kur'an pa pas sabër? Jo, se së rrimin e vend janë nisë më të rridhë, më të fele. Ati futbol se shë. E ki po, njëzë që futbol. Me pas më në televizor. Pse se njeriu, ato që nuk kanë sabër edhe kur falen, lëvizin. Me thonë sabri, jo rasisht Allah në Kur'an thot, ja ju ledhine amenu, ista'inu. O e që keni besuar,
Istainu bis sabri was salah. Përgatit nuk kërkoni njerë sabër, përgatitur me sabër, e pastaj me namaz. Më thonë, mendoj që jam I qartë, njëherë duhet me sabër, pastaj në namaz. Se për shembull, tash jemi me një kohë që secili prej nesh ka menduar që ka mu rregullu situata. Ka mu bo më mirë. Apo? Apo secili prej nesh ka menduar që lufta e ftoftë, shkoj Hitler s'ka ma, as Mussolini s'ka, as Stalin nuk ka. E që vdiq Gaddafi, vdiq ai, vdiq Khomeini, ma herët e. Edhe ka me rregullu puna, ama disi keqe ma keq. Dhe me thonë është të shku puna keqe ma keq. E qka në takon neve si musliman me bo? Duhet me bo sabër dhe duhet me lutë Zotin. Sepse pejgamberi ka thonë, e duau silahul mu'mini. Lutja armë e besimtarit. Edhe sabri. Për secilin punë nuk ban me marrë haftë. Kur ban sabër njëri? Kur të shanë dikush të hiç fol. Që kjo sabër. Ai një prej dietarëve ka thonë me të mund copa, me të prejti me bon sabër. Ne ndërse ne bajna mu ala po ma nuk ishim ma preje disa piskloj. Me më të thonë si duhet me qenë sabri. E nëse se mërim qatë deregja, atëherë o problem. Ata është për shembull ne mërzitemi, edhe është normale mu mërzit për problemet e muslimanëve kudo që janë, për shkak padrejtësisë që ndodh. Se me qenë se muslimanët e kanë fajin, dikun dhe e meritojnë me I luftu, edhe me I vra, me likmilila, e kanë gabu, kanë dash me bon problem, ku e di unë, lloj problemi ka, tash në të luftohet që e ushtri dhe që e polici, ama në qoftë se ata s'kan bo asgjë. Hajde marrim një shembullin më të dhimbshëm. Ato Rohingat, që janë Birmani, Burma, Birmani. Ato shumë pak janë, pakic. Ai shteti si shtet nuk I pranon, si njerëz nuk I pranon, letër njofti nuk je pa, certifikatat lindjes nuk ka. Edhe ato tash unë u hina, u mundova të shoh në hartë, paraforësisht e di ku as jam, mirë po, thash me cilin det e lidhen e ka mundën me shku me ik. Në njëri ku ka zorë me ik. Nuk mundesh me luftu, s'ki mundësi me punu, ushqimet jo të bollshme, fëmijët se në shkollon, patjetër mu shmëngullë. Edhe ata mundohen me shku në Malezi. Mirë po, ndërmjet Malezis edhe ti shteti që e përmenda, është Tajlandi. Tajlandi ishtë po. Edhe tash edhe Tajlandi të mundoshin me anije, mirë po jo vjeshin paret, e po I mundoshin shumë. Ama, a fol dikush për këtë problem? Nuk fol për këtë problem. Se ne si musliman e dim problemi Iraki, Siri, Jemeni, jo, ka disa vende, o një vend tjetër, o mbrenda në Iran, ata janë Arab, me kom, jo persian, edhe ishin mbi 90%. Asë një drejt nuk kanë. Asë një drejt nuk kanë. Ndoshta një kanë një drejt portir më bodë, me rujt diçka atjerë, në përqoshi. Para mendoj, për shembull, shijat e Iranit pretendojnë që duhet me sundu botën, ako një tjetër, përzien në Yemen, për shembull. Përzien në Irak e Siria, popujve tjerë nuk japin drejtën. Edhe xhamiat që I kanë pas sunit brenda atij vendit, arab edhe jo arab, mundohen me mbyllë, me prishje kështu më radhë. Si do qoftë muslimanët, jo islamit, muslimanët ballafaqohen me një luftë të madhe, e organizuar mirë, po s'ka marrë mendja dikujt se ndodh rastisht, ndodh rastisht. Dikush I lëviz këto karta, I vjen dita që mire ma mirë dhe të mirë të veç, normal. Si cëla punë, si cëli gjak, që dere dhe nuk mundesh me më shef. Ata të ne kam dëgju disa njerëz që miren me pajtimet gjatë që me thonë, vit 20 vjetë nuk rrit gjaku I marrur pa marrë vesh se kush I ka marrë. Edhe kush I ka bra. Edhe tash, ndoshta trasedima e kipot, ende për Hitlerin edhe për luftrat e tij,
bisedohet edhe shkruhen libra. Por ne mirem ende me historinë e sultanit, për shembull, dhe të halifëve para 1000 vjetëve, e jo s'po mirem me historinë më që ka ndodhur para 50 viteve. Por të dëshëm vëllezër, jeta vazhdon. Jeta vazhdon. Nuk ka nevojë mu demoralizu, sepse Allahu në Kur'an thot wala tahinu wala tahzanu. Mos demoralizoj dhe mos pikëllohni. Wa antumul a'launa, sepse ju jeni ngritur lart. In kuntum mu'minin. Mirë po një kusht, nëse jeni besimtar. Besimtari ka nevojë mu mërzit, mu pikëllu, mu demoralizu. S'mon të kërgjon. E qka s'mon të kërgjon, shte mësim jo. Respekt jo. Në gjami jo. Këtë punë t'i la. Jo. Se cili për nesh duhet me bon punën e vetë. E kur ta punem ne se cili për nesh punën tonë, atër me siguri se Allah ka mi qelë, dhe të ka me lëshu mëshirën, sepse Allah në mëshiran. Mësë me në mëshiru, lloj problemi në kështë ndosë. Unë një hadith, jam në kaluam të kësë në gjami e përmenda, në gjami në Uhudit, të të dijan, pejgamberi sa më ka thonë, me qenë se kjo dynja kishtë randu të Allahu, sa krahu i bletës, i pushkanjës, i mizës më të vogël, Allahu as një njeriu të pabesimtar, as një pik ujë se kishtë dhanë. Në kishtë dhanë kretë neve, muslimani. Mirë po ka Allahu nuk randon jetë të botë, as gja nuk vlenë. Por atë shka në këtë botë, ai që punon më shumë, ka dhe më shumë. Zatën, ai që punon, se kemi në njerëz që ditë e natë punojnë. As nuk ndihmojnë, ama parë, dhe që të bëjnë parë, të bëjnë. Ama një ditë prej ditëve, shkon kjo botë. Por atë shka kjo botë, edhe 2 bota tjera i ka. Kjo më i shkurta. 50 vjetë, 10 vjetë, 100 vjetë, 150 vjetë. Vjeto se të dush, një ditë kemi vdekë. Pastaj vjen bota pak më e gjatë, që mundet me zgjatë 1 milion vjetë, mundet me zgjatë 500.000 vjetë, mundet me zgjatë 10.000 vjetë, nuk dihet. Po jeta në varr. Për shembull, Ademi alayhisalam ende jeton aty. Se xheneti dhe xhenemi janë të krijuar, ama nuk punojnë. Asnjë njeri s'ka hyrë në xhenet, asnjë s'ka hyrë në xhenem. Se do të ka kiamet. Do të thonë sa zgjatë jeta në varr. Ademi s'tam ato tjertë pas Ademit që kanë vdekur. Ku janë ato? Ku jetojnë? Në varr, kretë në jetë e barzakh i thonë. Do të thonë shumë jetë e gjata. Çfarë dallimi ka me këtë jetën tonë? Shumë ka dallim. Me 1000 vjet, me 100.000 vjet dallim. A ne sa e humbim kohën më marrë me këtë botë. Po ne me fol drejtë. Edhe unë jam brenda atyre që edhe brenda juve, në këtë sejnë. Këtë njësej. Do më thonë, sa punojmë, alhamdulillah që jemi muslimanë ndonjëherë, kthehemi dhe i bëjmë pishmanit për gabimet që kemi bërë, se që e buri mirë. Muslimani i mirë, o që e njeri, që e gabon edhe i bëjmë pishmanit. E pastaj jeta e përhershme, ose në xhenet, ose në xhehenem. Por atë shka 50 vjetë, 60 vjetë, 70 vjetë këtë botë, në pak ma domatin tërhiqun nga punë që Zoti i ka ndalu, se Zoti i ka ndalu ata punë që neve na bëjnë keq. Me pi alkool unë, Zoti të bëj keq, a vetë se bëj keq. Zoti si bëj keq. Me hangë shumë, kujt i bëj keq? Barku tim, bilas barku tanë si bëj keq. A jo, Zotit. Me shajt dika, kujt i bëj keq? Vetës. Që mundet me ndodhë një asgal, me njerë tjep, një 100 shpullë, shpejt. Kujt i bona keq? Edhe vetës, edhe bona një gjuna, e angra dhe shpullë, më punë. Zotit e bona keq, si bona keq. Do me thonë Zotit, absolut, në forcën, në dërije, në krimin, në fëqije, që ka dush. Do me thonë, ajë që ka ndalu, nuk e ka ndalu se ne ati i bëjmë keq, por i bëjmë vetës keq. Qka do të që o e ndalume dhe ne e veprojmë, vallaj, kur kujtë që bëjmë keq, përpos se vetë vetës. E mërzit vavën, qemë dhe to bjem të ri që pinë drogë. Kujtë i bëjmë keq? Vetë vetës e para herë, e dita shokëve, familjes, babës naune se i argjan pare të të shku me vjetë, dise që ato fëmijë që miren me drogë, me regala, me televizorën, të shpia ti me shku të gjohë dhe të pika të ka shqitë.
Ku gjanë s'ka, i të me pas mundësi shkepa dhe ato kupatilës ato, reni qëtë. E kuj t'i boni keqë? Bile ne që se njohme dhe neves në ka mëgje, vetë vetës. Vetë vetës që ka po edhe rejthit. Kjo është emëll nesër, ki djali merë vesh që unë jam dalashit t'i qka. Edhe unë e vetës keqë që këmë bon, ama dhe këte ku mërzit. Edhe një njerë që i ka njoftë ku mërzit. Ose unë të gjë për këtë djalin që Wallahi me mirë, ama e ka marrë një rrugë gabuar. E rruga e gabuar, ku të mirët, hiç s'kujtohet. Njeriu kur do me bën një punë të mirë, shumë kujtohet. Shembull, i ki 300 dinara mi dhana, me s'mi dhana. Me kujt mi dhana, deri të kujtu të shejtani thotë, hajde mos ja pas janin. Edhe ti, haj se kollaj s'ja pas janin. Të keqëm, hiç kujtohem, ja. Qëka do që është e keqës e lejtë keqës? Por atë shkak, unë është jo që kam në një temë, por përësisht më ndona të prejke ato pikat që i kemi të përbashkëta si dopsi. Dopsin më të madhe e kemi se ende shumë akuzove për padituri. Allahu Kur'an thot, hel yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamuna. A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë. Ju lusë të gjithve, të mësoni, lexoni, studioni, se shkolla në punë e madhe. Shkolla ndoshta sot ne të gjithë mendojmë se e kri fakultetin edhe jes në qejtori, ani. Ma mirë në qej ai konovari me fakultet se sa pa fakultet. Për shembull. Vallai po. Pse ta thot një fjalë të mirë zoti. Më shem unë ku e di, tu e pijat kafe dhe si gabim, ai thotë, mos e s'bang shumë. Pse ku e di ty, po thot fakultetin. Si të bën fakultetin dhe në qejtore punon, a? Po s'ka ku me punon. A duhet të kulon me punon. Si do qoftë, do më thonë, mësimi, shkollimi a punë e madhe. Ama në qëfëse nuk mundësohet fakultet, me zonë një libër. Me zonë një libër, se nuk humpë. Qka do të qashtë? Geografie, historie, këllune. Se cili prej nesh, është mirë të lexon një libër të fejës, pastaj një historinë e vetë. Edhe fetare, edhe kombëtare. Shembull në, hajtë të cilit fshatin, bobe, cilit fshatin? Marovca. Po, në Kosovë? Po, Kosovë. Mëse e pyes këtë djalin, a di historinë e pak të fshatit, mundet me ditë edhe mundet me s'me ditë. Se kam jetë me ngushtu, se edhe unë se di. Historinë e fshatit tim vërteki, si kam betë, ku kam betë. Kupton? Se nesër shkojmë dikur në Turqi. Takohesh me dikat thotë, prej nga je për vërtekice. Po çka on kjo, pse jemi në vërtekice, o se di. Sa çesh më i keni se di. Pse shpella në vërtekice nuk ka student çan se di. Pse kjo se di. Po çka di më vëllai? A kupton? Sa shkronja i ka gjuha shqipe se di. A kupton? Kush i ka formuar shtetin e Shqipërisë se di. Kush ka luftuar nuk e di. Kush o pejgamberi jot nuk e di. Më thonë nuk e di. Nuk e për në me dhe atë qatë që të vete nervozon. Edhe ja u mirë një shpull me ta djekë. Se shumë nuk e di. Njeri e di nuk e di, për në me të shka. Ma miru me thonë nuk e di se e di. Ama, unë jam të folë për punë thjeshtë. Se cili prej ush, mësë pak historinë e pejgamberit Islam, Ar-Rahikul Maktum, shumë herë kena përmend. Historinë e pejgamberit Islam du të me lexu. Unë të krija e mo. Edhe veç e qeli, ka majde i thonë të ne. Ajde, lufta e Uhudit. Super. Pse luftën e Uhudit kush e di? Unë e di, kur e di luftën e Uhudit? Kur e bëj haze me bandel, sa të herë mësej. Luftën e Bedrit. Pse, a veç Ramazan kena me folë për luftën e Bedrit. Osa luftat Bedrit për ditë janë të ndodhë. Se të herë musliman kur luftojnë, on luftë e Bedrit për ato. Se ato s'kan qenë atë luftë. Du më thonë, kur ndodhë lufta, për ne luftë e Bedrit. Nëse e humbi me Uhudit, madhe kështu me ratë. Du më thonë, lexon dhe qëta, informata. Për respektet e prindërve du të me lexu shumë. Ajete, hadithe, thanje, histori. është mirë me lexu dhe historitë e shteteve. Për shembull, pse mos me lexu historinë e Amerikës, shembull. Pikave Amerika shteti fort, çka kanë ato? Sot e kësaj dite austriakët dhe gjermanët që studiojnë shtetin Osman, si ka pos mundësi 8 milion kilometrën katror,
lloj gjuhe, kambi edhe lloj feje me i mbajt me një vend. Çfarë sistem? Kupton, njerëzit e studiojnë këtë. Edhe ne duhet me studiu për shembull Evropa. Çka ka qenë Evropa? Kur gjon hiç kur gjon Evropa. Por ditë janë luftu, Anglia me Gjermaninë, Gjermania me Francën, Franca, hajde, e ke pa të filmat. E keni pa të filmin Mel Gibsoni, kur lufton William Wallace, lufton Anglia kundra Shkotlandjanëve, Skocezëve, po. William Wallace si mundohet me luftu padrejtësinë që Anglia e banë. Tash ato vetë kanë tregu. Edhe ne kur thonë, ja, sa e vërtet. Që Anglia shumë drejt ata, me lajtja ata. Me pas mundësi këtë Evropën e llokome bën, veç pse me vllaz, ai do mund heq. Ai tjetri. Do të thonë, lloj historia duhet me ditë, me mësu. Sa pa drejt njerëzit kanë qenë. Edhe çka i ka shni ata më bë drejt. Për shembull, ajo historia që përmendet në për libra, po edhe këto evropianët e kanë vërtetuar, kur Parisi edhe Londra thonë kanë qenë balt, edhe Sarajev ka pas, që kështu i gur. E mos flasim për në Andaluzi, mos flasim për Istanbul. E sa librin e kanë përkthi muslimanët, ata halifët, kur kanë vendosur me dhënë pare, sa ato librat përpara, ato flete e kanë trashë, jo sigur tash të holla. Më thonë, librin që e ka shkrujt, nëse tash i ka 500 faqe, në atë vakt i ka pas 2000. Edhe kur e kanë vëndun në peshori, ka po 5 kg. 5 kg arja ka thonë. E ato librat që zotën e filozofia greke e vjetër, Aristotelit e Platonit e, në përmet arabëve ka dëbërtu në Evropë. Nuk e di sa kene ndëgju, po unë e kështu e thamet, ata që do të në dëgjojnë mundën me kundrështu, nuk ka problem. E di se dikush më, të ka shajt njënit, ka thonë sot që shmaneve. Historia, njëri, se cili me argumentet e veta mundohet, e di. Ama nuk ban histori me kundrështu. Për shemë, unë flasë diçka, ti pa argument, me emocione ma prisë, ja. Ishme pas argument. Nëse ti argumentet e ki ma të fortë, do më thonë, mu ban, s'ka problem. Ama unë e kështu e di. Me thonë, muslimant, i kanë përkthi dhe kanë shkrujt, por lloj lëmije. Edhe 800 vjet e kanë sundu muslimanët në Andaluzi. Edhe një ditë njëri në Facebook shkruajti, tha, a ban kur ta kri fakultetin, e di që ato veshjet që i kanë, në kapela e ndo veshje, pa ban me veshje, tha shprish mu, pa e veshje islamu, po. Muslimanët në Andaluzi, parën herë e kanë ban qatë veshje. Pastaj kur e kanë marrë evropianët, muslimanët e kanë lanë. Si këto numrat, i ki po numrat, 1, 2, 3, këto numra arabja. Ama kur e ka fillu edhe Evropa, këtë dënjojt i përdor, ato arabët i kanë bo numrat kërë. Të dërshëm vëzër, dënjoja nuk ka e gjatë, ama edhe shumë e gjatë. E ti pësa e gjatë, se me bo një problem me ndodhë, 24 orë duhen, 840.000 ditë duken. Ama kur i e mirë, 24 orë, të kyton që 24 orë një javë shkoj. Një javë, se që nësi pyje që ki më i vogël, jo? Se veti ki? 13. O, ma me ndër nisem para 7 vjetë dhe s'kini. Kur ke thi, diqka. Shkojnë vitët. Vëllaj shkojnë vitët. Veç kur të shohë në gjami, sa vine parë atje, tu falë. Edhe me këtë barë. Tu lumë, tu. 70 vjetë i ki barë. 70 vjetë, 80 vjetë, e Zotë i ka me të vajtë, qka ki punut? Po me siguri ki punut dhe qka shtë, ose mirë ose keqë. Ama nuk ka as njëjnë se këtë botë, nuk mundesh me thonë valla une as mirë, as keqë. Pa tjetër, ose mirë ose keqë. Nuk mundesh me qeni mes. Dush me punu ose mirë ose keqë, ama hiq s'mundet, s'ka. Si cili pre neve, është mirë me vonë veprat mira, a para asaj, për me ditë qka vepra e mirë, dush me ditë. Dush me studiu, dush me mësu. Unë e mëse vetë dhe juve, se shumë matrimin dhe që se unë jeni. Zotë inshallah ja mundëson t'i krinë ata shkollat, qofshin shkollat mesme, qofshin fakultete. Edhe jo mi ju të regu tjerëve se edhe ne dimë mësu, po ne kemi qenë persekutum këto. Blokume. Mora mendoj sa shqiptari ki që përngullt në Evropë. Për shkak, pse? Pse kena shku në Evropë? Pse kena dashta? Pse kena pas punë? S'na ka lënë mu shkollu. Ta që alhamdulillah universitetet i kemi, e ka njës djemë të tonë dhe vajzët tona mu shkollu. Dhe me thonë shkolla, barabar me fejnë.
paravar me kampin. To janë punë që nuk nda. E të ne ta çdo qarë që mundohen, kampi. E histori pa lidhje. Pa lidhje sene. Tash unë për shembull, ka edhe kampin edhe fejnë e duke, si du, si mo të hecë në vete, çka më të mo? Që unë për qefin tanë, se çka të thamë? Jo, shuni mo, kene me anis pisot me thonë që jena veç shqiptarët, hiq pa islamit se për me. Kjo gabim. A më veç muslimanë, ne s'kena me përmenjë shqiptarët dhe kjo gabim. A të mërë veç, ende ne, budallëllëk i maj madhe më marë me këta punë. Mirë po dikush, o interesu, e ki pa neve, një me kërtë vogël, sa pare ti t'japin mujtë. Po ti sa pare t'japin që e shanë fejnë? Po dy, nëse ti ta mërmenja që unë e marë pare që e lavdroj, edhe ti mërë pare atë dupla, ma shumë se unë që e shanë. Ama dhaj nuk ka herë. Sa ma shumë shanë e pa, e kryetari i Francës ka nënshkrujt një deklarat, si e thonë asaj një vendim, që 2000 xhamia do të mundërtu në Francë. Qëse në përmet xhamiave do ka njerëzit, do kri puna, s'ka, 1+1 bëjnë dik. Nëse ti nuk më lejon xhami, unë ka me impodrom. Ama prap kena me mësune, nuk mund me në komunizëm, kena mësuna për podrom. Nëse kena lanë, si kena lanë. E ta qdema, kur nuk shkojnë punët në rrugë, për shembull se ti ma blokon që këtë ufë, unë për mi kull, pa tjetër e kam me shku atje. Po me mëzonë, lik me lanë, shtim burka vaj. Edhe ta që do më thonë, Evropa dhe të njojnë ka marrë veç që islamin nuk mund është me luftu. Mi mund është muslimat mi vrajë, mi burgose, mos mi lanë mu shkollue, mi helmu me armë kimike, biologike, ma vallaj fejnë se në na. Vallaj, se Allah e ka garantu dhe ka premtu. Nuk mundet askush me na ndalë nem me ka muslimat. A ne vetë, e zgjedhin fejnë ta, e kemi zgjedhin islamin, duke që ka zgjedh budizmin, duke që ka zgjedh unë, ka zgjedh që fut mu ba, duke që mund që fut i mirë, duke që i keq, duke që musliman i mirë, duke që i keq. Ja, ma ne na ka hije me tjerë musliman, ama musliman me të vërtet musliman. Me plot kuptimin e fjallë musliman, duke adhuru Zotin, duke sjell mirë dhe më të vete kështu më radhë. Unë ka që pata, ju thonë juve,